Një lloj ujku i zhdukur rreth 12.500 vjet më parë është rikthyer tani sërish në jetë, e kjo fal përpjekjeve të kompanisë Colossal Bioscience, me qendër në Dallas të Shteteve të Bashkuara. Colossal arriti të sjellë me sukses 3 kylysh ujku në kjo kafshë e zhdukur, çka po shkruhet si një moment vërtet historik shkencor. Rikrijimi i kafshës së rrallë që njihet ndryshe si ujku i tmeshëm, e që ka gjetur vend në libra dhe filma të shumt, u arrit fal përdorimit të inxhinierisë gjenetike dhe ADN-s së prodhuar nga fosilet mijëra vjeçare. Shkencëtarët e Colossal dekoduan genomin e ujkut friksues, teksa rishkruan edhe kodin gjenetik të zakonshëm të ujkut gri për ta përshtatur ato sa më mirë, ndërsa si surrogat përdorën qend shtëpiak. Nga kjo sipërmarrje shkencore erdhën në jetë Romulus e Remus dhe motra e tyre Khaleesi. Kjo përbën tentativën e parë për rikthimin e kafshëve që janë zhdukur prej shumë kohësh. Colossal Bioscience, e themeluar në vitin 2021 dhe me mbi 120 shkencëtar të punësuar, tashmë po punon për të risjellë në jetë edhe kafshë të tjera të zhdukura, si mamosi dhe tigri tasmanis.